Edhe planifikimi keq. Planifikimi jo, sepse në planet hapësinore dhe zhvillimore komunale gjithmonë duhet më parapo cilat janë zonat e rrezikshmërisë për vërshime. Kushtet klimatike janë planifikimet e dobta, po janë edhe ato planifikime që i kemi nuk po respektohen. Pastaj është pikërisht ndotja e lumenjve tonë, hudhja mbeturinave. Tranzicionin ose ndryshimin e mendësisë projektuese, që kena projektu më herët, drejt asaj më të qëndrueshme, më sustainable. Kompromisi është aty që bashkëdyzimi ose simbioza e jonë me ne dhe klientin me u shkri të vepra e mi. Përshëndetje të dashur miq. Sot e nisi podcastin e parë, të cilin e kemi paralajmëruar ditë e javë më parë, por ky podcast për mua ka një domethënie shumë të veçantë. Ka një domethënie shumë të veçantë sepse sot me mua bashk është një mik i imi me të cilin na lidh një e kaluar e përbashkët, një histori e përbashkët. Ne kemi filluar studimet së bashku me të në vitet e 90-ta, pikërisht në vitin 93. Në rrethana të jashtëzakonshme ku në atë periudhë përveç ngritjes profesionale ka qenë edhe një formë rezistence e jonja, një formë qëndrese e jona për me i bë ballë gjithë asaj periudhe. I përkosim një gjenerate nga e cila shumë kolegë tonë sot janë figura të njohura, qoftë në botën akademike, qoftë në institucionet ndryshme, qoftë arkitekt suksesshëm e tjera, dhe me të vërtetë unë sot pikërisht këtë mysafir e kam ftuar sepse ky është ngrit në këmbë të veta vet, me forcën e vet, me idetë e veta dhe ka arritur të bëhet një emër shumë i njohur në Kosovë. Me mikun që kam këtu krah meje sot jemi takuar po ashtu edhe në një universitet tjetër, Universitetin Polis në Tiranë, ku bashkarisht i kemi përfunduar po ashtu edhe studimet e masterit, por në kohë të ndryshme. Ky është Arber Shala, një mik i imi, arkitekt shumë i njohur i cili e udhëheq një studio shumë të suksesshme, Arber Shala Architects, dhe kohën e fundit Arbri është mjaft aktiv edhe në rrjetet sociale duke promovuar arkitekturën edhe duke ndihmuar në vetëdijsimin e komunitetit tonë me video të ndryshme të cilat me të vërtetë kanë impakt të veçantë në komunitetin tonë. Mos me zgjat shumë, unë Arbrit i kisha urruar mirëseardhje në podcastin tonë. Faleminderit shumë që e gjete kohën më na u bashku sot këtu në këtë podcast. Shumë faleminderit Farush, kënaqësi me qenë këtu me ty. Edhe me të urru, me të përgëzu për këtë iniciativë, sepse këto iniciativa sa po mungojnë, po aq po janë edhe të rëndësishme, për me sikur se e the, për me ngrit vetëdijen, me vetëdijsu komunitetin tonë, me ndihmu komunitetin tonë, kështu që urime të priftëmara. Faleminderit shumë Arbër. Faleminderit. Unë në hyrje përmend na vitet 90-ta, shkurtimisht, me siguri na dy kemi nostalgji, po edhe kolegët tonë, nëse na përcjellin, ka nostalgji për periudhën e viteve 90-ta. A mujna pak më kthy në ato periudha kur e kemi fillu vitin e parë akademik, vitin 93, atje i thëshme në Dragodan, në atë lokalin e famshëm aty, në atë shtëpinë aty. Kemi qenë, nëse s'gaboj, dikun 40 student, apo janë pranuar në vit? Diçka ashtu 40, 20, 40 ose 45 më duket kanë qenë, nëse nuk kam harru. Shife, une kur e mora ftesën prej teje, kur e diskutum pak do gjana bashkë, pak edhe u emocionova, për arsye se me kujtu atë periudhë, përpos që ka qenë periudhë e vështirë për ne, e din edhe ka qenë periudhë edhe shumë e vështirë politike, po edhe ekonomike. Por atë pjesë nuk do ta diskutojmë tash, po ka qenë me të vërtet një periudhë që kur kthehem mrapa, unë i ardhur në Prishtinë, edhe e di shumë mirë si ka qenë ajo gjendje dhe vështirësitë për prindërit e mi, duke u njoftu me kolegë të ri, me shok të ri, me miq që sot i kemi i ndajmë edhe po ashtu janë suksesshëm. Po kur nuk e harroj ato momentet e para, kur shkuam në fakultet, janë nisën ato ligjëratat e para, njoftimi me profesor. Aso kohë profesor tash me thon dorën zemër. Ja mujna mi përmend dikon për profesor. Po më po më kujtohet Flamur Doli, më kujtohet asistenti. Mediraci. Mediu i ndjer, po Mediraci, asistentët Bujar Demjaha, Bujar Nela. Bravo.
Pastaj, kush ka qenë tjetër? Ernesta Qata, Ernesta Qata për pesat në pas kanë ikë. Ti mirë po I kujton disa ma mirë se unë. Po më kanë ikë prej mendje për pesë. Masnej kush ma vonë kanë qenë Gjelal Lonqari, konstruksionet. Dervish Qereti ma vonë duket ka qenë. E shumë profesor tjerë, Nabin men. Luli Gjafrofa. Luli ma vonë, Shqipe Nigja, Teuta Jashari, asistentja. Teuta ma vonë edhe ajo. Ma vonë edhe Teuta. Ishte një periudhë fantastike për kundër kretë rrethonave që I përmene. Kushte e pa kushte, në lokale në qitore, kanë një farë mini marketi, dyqan. Por me gjitha të ka pas kritere atëherë, apo? Nuk ka qenë bash e lehtë, se e di që shpesh edhe u dërzojshim fillim, por nduket që na ka forcu ma tepër që pavarësisht që ka qenë dyqan. Por megjithatë ka pas kriter, ka pas edukim, kemi pas të dhëna që I kemi marrë prej profesorëve, po e them përsëri, edhe pse kohën gjithë e dim që kanë qenë vitet 90, 93, 95, po megjithatë mendoj që kemi mësu shumë në ato kohra, në atë, mos them keq organizim, po në atë pamundësi, sepse me të përjashtu prej sistemit, me u marrë I gjithaj sistem, unë I kam të dy prindrit e ndjeri kam pas në arsim, edhe di shumë mirë se çka ka qenë ajo periudhë, si janë përballë ata me sfidat e ndryshme, edhe sfidat e tyre, po edhe sfidat me na eduku edhe neve. E megjithatë një periudhë shumë edhe e mirë. Mos talojmë që ka qenë vetëm e vështirë, po edhe periudhë shumë e mirë, sepse I kemi kriju... Po ne takum, praktikisht unë visha për një regionit Vitis, në Prishtinë, edhe për takoj një shok prej Rahovecit. Po bomi shok, ose Pipes, rajonet e ndryshme. Domethënë ka pas edhe aspektin social, shumë e vërtet. Që për me kemi këmby njëri me tjetrin, edhe jena ndihmu bre shumë në atë kohë, njëri tjetrin e kemi ndihmu. Kjo fjala jote jena ndihmu, unë e majnë men me Arbenin, më vjen shumë keq, do të më kujton, unë e kam një veti që pak I harroj emrat. Ndoshta edhe këto nga kërkesat e fundit. Arbenin e kemi sot në kanat dikun, kur nuk e harroj, kur shkojshim, ai kishte një kompjuter, viteve 93-94, shkojshim taj me I nda ato momente, me I mësu programet, që sot dhe kësaj dite I përdori mende, e pastaj në Gjilante do shok, e kështu, do thonë, me I kujtu. Unë I kom pas Cimera, Bekimin, Qazim Hasanin, Bekim Berisha. Mande ka qenë Bekim Berisha I Suharekës. Po, Beka, po është. Unë jam taku me Bekan Berishën në vitin e tretë, kur kemi dalë në vitin e tretë, e kom pas pro Cimera ata. Pastaj, unë kom qenë me disa vendas tonë, mande jam njaftu po ashtu me disa Suharekli për pos Bekimit me Avniun, Avni Kuqin, me Shpetim Berishën, me vllaun e Avniut Hazirin, me ministrin sot që është ky me ish ministrin, me Libor Naliun e kemi pas gjenerat. Uran Kyçykun, kryetarin e Odës sot, Përparim Fazliu e tjere, Dugazin Kastrati, tjera shumë po shumë, tash mi anis mi kujtu gjithë ata një me bëhet një listë. Amo është mirë që I kujtojna, edhe natyrisht ka dhe shumë të tjerë na falin, është ta inshallah, ka që si pi përmend, po kemi mi pas një ka një në emisionet. Ka me qenë shumë mirë. Shumë, edhe unë u emocionova me këtë farë muhabetin e të kalumës, sepse për me kina kalu kështu. Ka pas shumë sfida, po me gjithatë prej asoj periudhe, thash prap, ka ndalë prej aty në sfidave shumë figura në jetën publike që sot janë emnat njohur. Domthonë në çato kushte, prap kemi arritna me dalë. Po më intereson, po vazhdojna me pyetjen tjetër, e di që I ki përcjell aktivitetet e Kosovo Green Building Council. Po, patjetër që po. Patjetër që po kemi qenë edhe. Qysh e mendon, qysh qëndrojmë në sot në Kosovë, arkitekt, inxhinier, ndërtues, institucione, që tharë tranzicionin ose ndryshimin e mendësisë projektuese. Qysh kina projektu ma herët, drejt asaj ma të qëndrueshme, ma sustainable. Duke I pas parasysh tash rrethonat e përgjithshme ose kërkesat ndërkombëtare të vendeve të zhvilluara, edhe na si Kosovë që jemi shtrënguar sepse kemi bë marrëveshje për me I respektu disa regula evropiane. Ndoshta nuk do shkojmë kronologjikisht se do gjana nuk mund është dhe me I kujtu të gjitha, po unë po them që
me ligje nuk është se jemi mirë në këtë aspekt, kemi disa ligje të aprovume, kemi disa rregullore të aprovume, po arkitektët sot duhet me pas edhe një ngritje të vetdijes personale më të madhe se çka është qëndrueshmëri. Ne ndëgjojmë fjalën, qoftë në gjuhën angleze sustainability, qoftë në gjuhën shqipe është qëndrueshmëri, po në realitet, nëse ulesh edhe debaton me kolegët tonë, ti je i sigurt, edhe di që edhe ti këtë e ke përjetu posaçërisht tash me çmiresh me këtë këshillin e ndërtimit, e din edhe vetë që nuk kanë një rit mjaftueshme se çka është qëndrueshmëri. Unë nuk i zë shumë probleme. Nuk i zë për Kosovë çast shumë, në kuptimin, sepse prime shkolla tona pak kanë ofruar periudhën tonë. Mirë po. Tash kurrikula si duket në Universitetin e Prishtinës kanë evoluar edhe po universitete të tjera. Po problemin unë e vrej sepse ti e din edhe e the. Ne kemi zyrën tonë, angazhojmë staf kohë pas kohë, kemi edhe konkurse ku angazhojmë staf të ri ose kërkojmë kolegë të ri. Nëse si statistik mundem me thënë, do thotë janë 25 vite karrierë profesionale dhe kemi pas shumë shpesh nevojë për staf. Kur i shoh ndonjëherë, ndoshta mbi 50 e diçka veta kanë qenë në zyrën tonë që kanë kalu nëpër vite. Dhe mundem me thënë që në ndër vite kam vrejtë se si ka evolu edhe edukimi i tyre. Pra, sot, e vrej që gjeneratat e reja kanë pak ma shumë njohuri dhe rreth qëndrueshmërisë, po në fakt, mos them që gjeneratat e vjetra nuk e di, po qëndrueshmëri është një term shumë i madh. Është një gjatë që në implementimin e projekteve kërkon edhe kohë, edhe kërkon mund, por edhe kërkon me qenë kreativ. Përderisa ti e din edhe si i kemi ne investiturët, pastaj për me shku ajo me ecë përpara si projekt, është mirë me certifiku, e ti e din shumë mirë që certifikimi i objekteve, nëse e marrim LEED, nëse e marrim këtë tjetër DGNB, që ne jemi ju, do të thonë keni me qenë ju, ekskluziv po. Atëre ti e din shumë mirë se sa ka me marr, sa gjana duhet mu parapan projekt që mi a dhonë atë idenë e qëndrueshmërisë. Nuk është e lehtë. Ku mendon Arbër që duhet me fillu ndryshimit e na? Ku duhet me anis na për me bërë qëtë ndryshimi? Duhet me qenë mas pare i institucionalizum për institucioneve, pastaj prej vendeve që na edukojnë, universitetet e ndryshme, posaçërisht vetëdijsimi pastaj fillon edhe në prej emisioneve si këto, podcast, emisionet ndryshme prej televizioneve ndryshme, konferencat ndryshme, organizime ndryshme e kështu me radhë. Dhe normalisht, po më vjen shumë keq që po e përmendim sot, po nevoja për qëndrueshmëri tregon edhe prej kësaj që ka ndodhi para këto ditëve, këtyre vërshimeve që ndodhin në Kosovë. Ajo tregon se sa jemi ignorant ne ndaj respektimit mjedisit ku jetojmë. Shumë mirë që e nise këtë temë, praktikisht të dashur miq, na tani jemi bashkë në vlugun e vërshimeve. Pikërisht tash kur mojmë këtë podcast, jemi në vlugun e vërshimeve dhe Kosova është vërshuar në shumicën e qyteteve tona ka vërshime si pasojë e rreshjeve të mëdha, mirë po unë prapë po them edhe si pasojë Arbër e mos preventivave tona, si institucionet tona, lumejt, hudhja e mbeturinave në lumej, kanalet kulluese, edhe planifikimi jo, sepse në planet hapësinore dhe zhvillimore komunale gjithmonë duhet më parapo cilat janë zonat e rrezikshmërisë për vërshime. Absolutisht. Edhe në ato zona duhet me pas kujdes kur i jepet leja ose kur fillon ndërtimi i ngjajshëm. E posh edhe një video shumë bukur e ke lansuar në rrjetet sociale. Po. Një video vetëdijsuese sa i përket vërshimeve. Me që po flasim për temën, janë pyetje shumë gjana, janë kushtet klimatike, janë planifikimet e dobta, po janë edhe ato planifikime që i kemi nuk po respektohen. Pastaj është pikërisht ndotja e lumenjve tonë, hudhja mbeturinave, vende pa vende kështu me radhë. Apo ja vlen me përmend, ishte një koment që më erdhi pasi e publikova videon, unë e publikova videon dje ishte rrëzu dhe një urë diku në Lipjan, dhe një prej shikuesve po pyet çka po ndodh. Pra, edhe tha, qysh ka mundësi kjo urë e re me u shemb, ndërsa urat që janë shumë vetra nuk po shemben. Edhe këto janë probleme tjera se ne shpesh i bëjmë disa punë shkeleshko, sa me thonë, urë moderne,
e vendos ti e punon urën me beton, nuk e lën lartësinë e mjaftueshme, aty grumbullohen beturinat. Ka gjatë periudhave ndryshme, stinave ndryshme, bijnë degët, drujt e ndryshëm, grumbullohen beturina, njerëzit po hudhin beturina fatkeqësisht. Edhe mandej, edhe një fenomen tjetër që kam vrejt, është betonizimi i shtretërve të lumenjve. Edhe çfarë betonizimi në mënyrë vertikale. Po pra. Ajo kjo është merri. Ti e din shumë mirë se dytë ndajnë elementin natyror. Ti rrit shpejtësinë e ujit pastaj. Çka ndodh në fund atje. Pa drunj për rreth, pa natyrë, pa edhe fatkeqësi. Sa i përket kësaj teme shumë shkurt. A është kjo edhe një përgjigje e natyrës ndaj asaj që na nuk po kujdesemi? Natyra nuk ka kompromis. Natyrës nuk e intereson kush çka ka bo. Ajo e përcjell ritmin e vet. Ne shenjat i kemi aty, vetëm se duhet me lexu. Duhet çdo vete për vit me ditë me i lexu ato shenja dhe me pa çka është të ndodh. Sepse edhe ky fenomeni i njohur që jemi mësuar me ndëgju, ngrohja globale. Edhe kjo është një problem tjetër. Mandej fatkeqësisht po ndodhin gjëra që nuk kemi qef me ndodh. Po, është fat i mirë që nuk kemi humbje tjetra deri më tani. Edhe urojmë që këto familje të rikuperohen dhe të mbështet shteti jonë këto familje për me marrë veten, me nxjerr ato shpenzime të cilat realisht ato kur nuk kthehen, por të paktën me ju gjind afër një mbështetje. Edhe kjo është pjesë e qëndrueshmërisë. Pasi i përmendëm këto tema, do thotë ti në momentin që nuk e kupton dhe nuk e lexon mirë natyrën, po si don me i zbatu këto gjëra. Qëndrueshmëria është thjesht kemi një shkëputje napi natyrës. Pikërisht kjo ndodh. Kemi një shkëputje. Kështu që po besoj po vajtohesh me mua që ngritja e vetdijes fillon prej institucioneve edhe pastaj zinxhir e gjithë të poshtë deri te posaçërisht deri te institucionet e edukimit, shkollat e ndryshme, universitetet e ndryshme. Edhe normal që mbrin edhe te ne si arkitekt, që duhet me i eduku mirë fillt klientët tanë, me ditë se çka do të thotë kur projekton në një vend, sa është mirë me ndëgju dhe sa është mirë me respektu mendimin profesional të, në këtë rast, arkitektit dhe profesionistëve tjerë. Pikërisht. Po në prapë menoj që na e bojmë tonën si arkitekt. I japmi sugjerimet, po prapë institucionet janë ato të cilat duhet me i vendos ata kufit, deri ku bën dhe deri ku s'bën. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Prej vërshimeve shkëputemi ishmi kthy te ky realiteti jonë arbër. Unë e di që jo vetëm në Prishtinë, po në Prishtinë mas shumë të ke realizu projekte të ndryshme, ke lënë gjurmë të tua arkitektonike, ku shihen gjithandej dhe jo që po të thamë, po janë projekte dallume, ke bon me shije të veçantë. Po më intereson këto banesë, sidomos te sektori i banimit, a i plotësojnë në përgjithësi jo projektet e tua, po përfshirë, a i plotësojnë tamam kriteret për me jetu normalisht në këto komplekset banesave. A e kanë në qendër njeriun këto projekte? Shëqa, në fillim mundemi me thonë që ato projektohen për njerëz, fatbarësisht. Por, a i respektojnë gjitha kriteret, edhe kjo është një gjatë që lënë shumë për me dëshiru. Në vitin 2016-2017 është aprovu për herë të parë në Kosovë një rregullore minimale teknike për hapësirat e banimit. 2016 e këndej respektohet me patjetër për shkak se kërkohet edhe prej organeve vendimmarrëse. 2016 e poshtë nuk është se është respektuar mjaftueshëm dhe tani ne i gëzojmë ato objekte, i kemi objekte që janë ndërtuar 2001, 2002, 2003 dhe para 2000-tave. Po ne e dim dallimin e projekteve dhe ndërtesave që janë bërë para vitit 99-2000 dhe pas vitit 2000. Janë ato llojerat, ç'më thonë, shihen ato. Patjetër ato shihen. Stresëzimet, ato shihen patjetër. Kështu që ndoshta unë fatkeqësinë më të madhe që i kisha cik këtu, fatkeqësia më e madhe për mua është keq planifikimi i qyteteve. Në këtë rast, dy raste mundemi me i dhonë, Prishtinën dhe Fushkosovën. Fushkosova, ku është zhvillu dhe ku ka pas mundësi me zhvillu shumë më mirë, posaçërisht arkitektura e banimit, sepse ato shumica objekteve janë banesore. Dhe disa lagje, e posaçërisht lagja Dodona e qytetit të Prishtinës. Kushdo që jeton në Prishtinë, kushdo që e njeh këto dy zona, posaçërisht arkitektet i dinë shumë mirë çka ka ndodhur aty. Dhe e dimë shumë mirë që gjeneratave po i lojmë disa probleme, sepse nuk është që ti pas 5 vite mundesh me i përmirësu ato gabime. Kështu që, a është njeriu në qendër? Njeriu është gjithmonë në qendër. A i plotëson kushtet? Jo gjithmonë.
a e kemi bo detyrën tonë mirë? Jo. Unë mendoj që se kemi bo detyrën tonë mirë si shoqëri. Nuk e kemi bo detyrën mirë, sepse në këtë fjallën time si shoqëri hyjmë ne të gjithë. Prej parit që, mos them tash prej parit vendit, sepse po e kisha me fillu prej parit qytetit. Kryetari e të poshtë të institucione tjera, mirë fillt nuk e kemi kry detyra tona që na ka taku dhe na kanë mbet ato detyra me i bo disa arkitekt individualisht. Unë kam pas fat në karrierë që, po them kam pas fat, po edhe kam punu shumë që te klienti me ndiku shumë. Unë i kam do principe kur i projektoj, kam dy gjana elementare që du me i shty për para. Për pos me bo arkitekturën e mirë, me i vedisu klientin. Është një mision që e kam. Pra, nuk është vetëm se duhesh me ditë me projektu, sepse edhe kjo puna arkitektit ka erë është edhe me e lindur, është udhës edhe e gdhendur, por misioni për me eduku klientin nuk duhet mund dalë kur. Sepse klientët tanë nuk është që gjithmonë e dijin se çka është arkitektura e banimit. Ai i ka mjetet financiare, don me investu. Ideja ti është me fitu, me bo diçka, me fitu. Po ti duhesh me ia dhon, që është shumë normale, po ti duhesh me i tregu se çka është mirë edhe çka është keq. Me eduku klientin. Kështu që po mendoj që mos mbezim të ajo që kemi bo vetëm punë të këqija, se ka edhe shumë punë të mira, pa diskutim. Po kemi mujt me bo ma mirë. Kemi mujt shumë me bo ma mirë. Cilat janë ato kompromiset që i ban me klientin ti për shembull? Ma të dhimbshmët. Deri ku ti shkon? Është këgjë vështirë si përgjigje, se unë pe marr vete. Deri ku lejon ti për shembull? Se shpesh herë ndodh, edhe pse i ban disa propozime, klienti thotë jo, ajo është për shembull shumë e dobishme për komunitetin që jeton atë. Ose apo të pëlqen ky verzioni komuna e Prishtinës tash që e ka shtu përveç koeficientit një 3.5% për komunitetin. Po është ky plani i ri. Planin e ri, sidomos në Mshir tash. Mshiri e ka. Kalabria. Kalabria ka ato. Unë po ndalna te kjo pjesë e parë, tani po shkoj te pjesa e dytë. Deshta mos më të lon, mos më qit pozitë keqe më përgjigj tek kjo. Jo, unë me qenë korrekt me ty me klientët e mi. Unë mundohem shumë shpesh kur themi kompromisin, ose shife, kështu isha përgjigjur. Unë kam një filozofi të projektimit. Për ne është shumë e qartë filozofia jonë e projektimit. Ne kemi klientin në qendër. E ne sillemi rreth klientit. Tash kemi natyra të ndryshme ose klient që kanë kërkesa të ndryshme për me projektu. Do thotë, dikush dëshiron me projektu objekt banimi, dikush shtëpi, dikush ne kemi projektu dhe spitale. Kemi projektu hotele, kështu që klientët kanë dëshira dhe kërkesa tjera. Por çdo klient kushtimisht e ka një ëndër. Dhe tani ne duhet me marrë atë ëndrën e tij edhe me e gdhend, jo me e marrë atë ëndër, me e bo si letër, ndrydhur dhe me hudh, po me e gdhend atë ëndër. Alo me ja përpunu, me ja bo më të bukur. Pra ky është ai misioni jon me e eduku klientin. Dhe ku është tash kompromisi? Kompromisi është aty që bashkëdyzimi ose simbioza e jonë me ne dhe klientin me u shkri të vepra e mirë. Po tash, a ja arrijmë gjithmonë. Shumicën e kohës mendoj që ja arrijmë qëllimeve tona dhe me qenë korrekt me ty, kohën e fundit do të to, nëse mund dhe me qenë shumë i sakt prej 2013 ose 2014 tek ndej, mendoj që ma shumë ja arri, sepse edhe komentet i marrë prej kolegëve, prej shokëve, prej miqve që edhe tjetra Arbër, e ki bo pak një emën tash. Tash e ki pozicionu vetëm në një pozicion tjetër, nuk është si në fillim kur kemi fillu. Patjetër që po. Tash kur i ki veprat e tua dhe flasin vetë. Patjetër po. Edhe tjetër pozicion tash ki kur flet. Është shumë e vërtetë, sepse isha tu e thonë që kolegët, shokë, miq, dashamir thonë Arbër, si ka mundësi veprat e tua, qysh i ke bo 3D imazhet, edhe në realitet i ke. Pra kjo është ai kompromisi që unë klientit nuk i shes një 3D imazh që nuk realizohet, po i shes apo ja bëj një ide, një projekt i cili ka me realizu. E tash më shkruajtë pikërisht me realizuat që the atë ëndrën. Ëndrën e tij, patjetër. Shumë e rëndësishme është kjo ëndra e investitorit. Tepër është e rëndësishme për investitorin. E vërtet. E pastaj me shku te kjo që përmend edhe ti, unë jam të u marrë, në fakt, me një vepër jemi marrë, tash jemi të u marrë me veprën e dytë në lagjën Kalabria.
Mendoj që është shumë e mirë ajo që Departamenti i Urbanizmit apo Komuna Prishtinës në këtë radhë e ka fut në plan zhvillimor thellësishëm që një koeficient shtesë prej 3.5% për komunitetin, se ka qenë ma pak. Nëse e zbatojmë si ka qenë, mendoj që e mbrike diku 1.5 ose 1.8. Nëse e diun ai prap mbetet. Po ai ka qenë brenda 100%-shit. Ky nuk është, kjo është shtesë. Bravo, kjo është shtesë 3.5%. Po sa përndon klientin, investitorin, për sa për rrit buxhetin? Unë nuk isha me e thonë që rrit shumë buxhetin, pse? Për arsye se koeficienti kërkohet për komunitet dhe kërkohet me qenë poshtë në pjesën ku është afarizmi. Është pjesë më e lehtë për investitorin. Kështu që nëse investitori ka pas me ndërtu për çështje matematikore, po e përmendim këtu, 1000 metër katror, ai ka me i shtu dhe 35 metra tjerë, 3.5%, që me pra nuk është 1035, nuk është që diçka e po në tjetër për komunitetin është shumë e nevojshme, a? Hapësirat përbashkëta që mund mi shfrytëzu për qerdhe, qëndrime ditore. E nevojshme është shumë. Unë mendoj që e nevojshme është shumë edhe shumë e mirë. Është shumë e mirë. Perfekt. Po më intereson tash, po flasim me një landscape, një fotografi më të gjanë për qytetet tona, qysh mendon që mujna me ndryshu që landscape-in, pejsazhin e qyteteve tona. E di që problemet janë me planifikim qysh më herët, po ideja në qëtë katrahur që e kemi, që ka menon arbri si arkitekt, po ja jop me arbri tash në dorë gjitha kompetencat edhe arbër, të lutem, si arkitekt, ku e kishe nis mas pari, qa kishe bo për me ndryshu që pejsazhin e përgjithshëm të qyteteve tona. Mu për shembull, për shembull, në çdo hymje qyteteve të Kosovës e kisit njëjtë. Hen atje i ki do shitore, i ki do gypa, i qesin për para do... Mas pari, ai perceptimi i parë, kur ti ish në qytet, në çdo qytet të Kosovës është i njëjtë. Unë tash e bjen me ta bo qefin, pak se ti e tu marrë me Kosovo Green Building edhe i bjen me ta bo qefin, që është e vërtet. Duhet me fillu prej gjelbrimit mas pari, po kjo që po e thu ti është me të vërtet edhe qëndron shumë, sepse unë jam shumë kritik në këtë aspekt, për arsye se shumë shpesh me shok e miq e dashamir kur rrie dhe kur flas them që arkitektura kosovare ka humb identitetin. Ne, jo vetëm ne, ka krizë shumë të madhe edhe në identitetin e arkitekturës botnore, bashkohore në përgjithësi, sepse po ndalemi këtu te ne. Shiqo, na kanë kaplu tullat e kuqe. Na kanë kaplu një përsëritje disa objekteve që kolegë tanë tri fatkeqësisht nuk janë të ditë me projektu mirëfillt. Po i jepet rasti me projektu disa djemve dhe vajzave treja, kolegë që i kemi, po i jepet rasti me projektu duke mos e pas përvojën e mjaftueshme. Absolutisht. Janë kriju disa kushte që ata me projektu. Imagjino, unë po guxoj me e thonë këte, që ne bashkë jemi një gjenerat, unë sot jam 50 vjeçar, dhe edhe sot e kësaj dite frigohem në punën time që e bëj, a jam të e bo mirë. Se çdo projekt është sfidë veti. Lutem, ndërsa kolegët, se shok nuk po i quaj gjithë shok, po kolegët tanë tri, guxojnë moshën e tyre 25 vjeçare me thonë unë kam studio teme, unë kam zyre teme, ende mirëfillt nuk është magjistër, aty në hymjet e misionit e the që ne dhe bashkë kemi taku në Shqipëri, që ka qenë mosha jonë madhore, 36 vjeçar. Kemi detyru me ngrit vetdijen tonë dhe kemi kry edhe një magjistraturë, kështu me radhë. Ndërsa sot, prandaj kemi edhe probleme përsëritje e xhanave në hymjet qyteteve, përsëritje e sendeve. Kur shkon thu, a impresioni i parë kur të hin me një nëse të lutem, nëse tash e pas na unë atë shkopin magjik në dorë, edhe jo maj që tha ti, qa kishe boti me pas mundësi? Kjo është një pyetje me të vërtet shumë e gjatë. Kuptom, unë po them edhe njerë, gjithmonë prej aspektit institucional, e te poshtë. Ligje, rregullore, i forcon, i fut në zbatim, i edukon, edhe fillon, unë jam shumë adhurus, fans nëse më thonë, i fushatave, për ngritjen e vetdijes. Çka është një fushat për ngritjen e vetdijes? Podcast, konferencë, emisionet financume prej shtetit, shoqatave ndryshme për çka është qëndrueshmëria.
pse zbuhet kjo, ku është ky gabim, ku është ai gabim. Pra, nuk është e lehtë fakrush me thonë, unë sot kisha fillu me këtë. Po, nëse të parën gjë që i kisha bo, është pikrisht futjen e gjelbrimit sa ma shumë në qytete. Sa ma shumë gjelbrim. Do thot, nëse i shef disa qytete evropiane, kur edhe i viziton, jenë të shtrira horizontalisht, edhe pëlhura urbane e tyre është shumë e mirë, e pasurume me gjelbrim. Për derisa të ne nuk është që po na mungon gjelbrimi, por tash, ti bëjmë 2-3 krahasime. Shiqoje këtu ku jemi në Dardani, krahasoje Dardanin, Ulpianën, pra planifikimin urban para viteve 90, 2090 e poshtë, dhe shife çka po bëjmë sot, koeficient që i kemi sot fuqi. Dhe thot, nuk po t'ipet mundësi që në planifikimin që e bën, te që ne miremi, dy të zbashku miremi me projektimin e objekteve edhe banesore, edhe vetë si arkitekt, kur ulesh me projektu, thu 40%, ku me fut gjelbrimin këtu. Pra, prandaj unë e po mburem dhe të falenderoj se ti e the parës, prandaj unë edhe mburem me projektit që ne kemi arrit me i bo, sepse në 3 projekte që i kemi projektu, ne gjelbrim kemi mbi përqindjen e lejume. E kemi, ndose kemi pas 25, e kemi bo 30, nëse kemi pas 30, e kemi bo 33, 35. Po roli i gjelbrimit është shumë i rëndësishëm mas pari për rritin e fëmijëve në atë ambient. Pa diskutim. Gjithmonë edhe mbo studimeve që kam lexu, fëmijët që rriten, që kanë kontakt me natyrë, me gjelbrim, janë më inteligjentë se ata që janë brenda mureve. E shumë të tjera, gjelbrimi e përthith nxehtësinë, derisa asfalti e reflekton dhe krijon. Kjo automatikisht ndikon edhe në energji, në konsum të energjisë, për me ftof ose për me ngro. Unë e kisha prun pah një gjë me ty këtu, ne kur e kemi projektu, unë këto po e them edhe me mburje, kur e kemi projektu në vitin 2016, një prej komplekseve të para me sipërfaqe shumë të madhe. Kemi qenë ndër të parë që kemi arrit me, edhe ajo është një fat. E ke një klient fort, merr një tokë të madhe, edhe në vitin 2016 kemi qenë ndër të parë. Unë e di që në atë kohë është bë dhe kodrina. Por ne si zyre, edhe zyre private dhe kompani private, projektum Linda Premium Residence, ku i thëmë edhe terasat. Po aty e kuptova, kur i mora disa regula dhe në një diskutim që kam pas me këta zyrtarë të urbanizmit, e kuptova që njolla mundet me qenë 20%, po njolla pas nivelit parë dhe dytë nuk vlen më 20%, mundet me qenë edhe më e madhe. Ajo më ka motivu shumë që ne njollën me e zbut të Linda Premium, pra kemi arrit me e zbut me ekipin njollën, e kemi njollën 36%, që në sipërfaqe për 5.000 metra katror, kur i kursen 4% është bukur një sipërfaqe e madhe, mja dhënë gjelbrimit, edhe e kemi ngrit, edhe e kemi kriju urat. Ajo ka një identitet tjetër, pra arkitektura e Linda Premium është për me diskutu në një radhë tjetër, po me gjithat, komuniteti që jeton aty sot i gëzon sipërfaqet e gjelbrita më të mëdha. Plus i kemi kompenzu, do të thotë çfarë do të kompenzim. Nuk kemi vendosur parkingje mbi sipërfaqe. Edhe parkingjet i kemi vendosur nën tokë, kemi arrit një kompromis me investitorin dhe prej 25 kemi shkuar 30%, prej 30% 36% gjelbrim. E 36% gjelbrim, 35% njoll, pjesa tjetër normal janë shtigje, rrugë e kështu me radhë, pra është një kompromis i mirë. Kohën e fundit më ka rënë sy shumë një shëmtie madhe na për krejt Kosovën që nuk e kom një kërkush të ngrit zonin ose të edhon të pak të brej një kritik ose as një postim nuk e kom pa. A di cila është ajo? Jo, Shtyllat e betonit, elektrike, keci që i ka qit ane e këndej, me shije e pa shije, e me distancë e pa distancë, e kanë shumëtu landscape-i. Edhe ashtu nuk e kemi në najfar landscape-i ose pejsazhi qaq të rregullum, po këto e kanë shumëtu. Unë e menoj që sojna teme, kom ju qas ma shumë edhe me fotografi, edhe këtë punë duhet me bon ma të madhe. A kemi institucione, a kemi Ministrit Planifikimit, hapsinor, a kemi komuna ku nuk e shohin atë fenomen, atë shumëtim që ja kanë bo, edhe katuneve, edhe qyteteve, se mu pejsazhi, natyra, landscape-i më pëlqen, edhe kam qef më konë të pak të mbile në qofë se jo natyra që ka kriju, mës ta shumëtojmë na si njerëz. A e ke edhe besoj që e ke të njohur këtë, edhe e di që e ke të njohur këtë, ke po që neve shumë shpesh nuk e thojnë arkitekta, po na thojnë inxhiniera.
shumë shpesh, më ndodh të herët shumë shpesh. Pse po e përmendi këtë? Disa prej, nëse mundem me thonë, kompanive, qofshin ato publike, qofshin ato private, rëndësinë e arkitektit e injorojnë totalisht. Prandaj, në momentin kur ata marrin disa iniciativa, në këtë rast që po e përmendi këto shtylla, me i vendos ato shtylla, fare nuk konsultohen me arkitektin. Imagjino sa është e rëndësishme kjo. Do thotë, në vitet e 60-ta, 50, 60, 70, në Mbretërinë e Bashkuar, në Anglinë këtë rast, unë e pash një emision dokumentar para disa ditëve, bile me shumë kënaqësi dhe kam ta përcjell për me e pa. Është angazhu një arkitekt prej kompanisë ujësjellësit apo kompanive, se tash mundem me qenë në gabim me terme, e cila ka qenë përgjegjëse me siguru mjaftueshëm ujin për disa fshatra në një zonë të Anglisë. Dhe një kolegi ynë një anglez është angazhu me i dizajnu mirëfillt ato rezervuaret e ujit që vendosen afër fshatit ose në fshatra për me pas rreth 100 ton ujë ma shumë. 100 ton, po përmendim me ton, tani shkojmë sa i bjen ajo 100.000 litra ujë. Me pas rezervën që kur të vinë prej pune në ora 5 banorët, me pas shtypjet mjaftueshme. Po vetëm me i pa ato rezervar, sa të bukura. Po dizajnuar për arkitektit. Dhe jo prej inxhinierit, ato janë punuar asnjë prej inxhinierit, po çdo njëna ishte më ndryshe se tjetra skulpturë në vete. Pra, s'ka mundësi keko me angazhu një arkitekt. Edhe këto shtylla, nuk është bremicit ato betona, format ndryshme, qaq vrasht, qaq egër, atë shumë po më pengojnë, mos ta egzagjeroj shumë, se ke mund më konë një teme veçantë që absolut, pajtona. Po ka nevojë me u angazhu arkitekti sa më shumë. Kjo është peizazhi, ambienti ku ajo është pjesë e jona, na duhet përditshmëria me kujdes, me pas bile të paktën shije. Ku ecim, ku lëvizim, ku jetojmë, ka shumë rëndësi. E kjo po na dëmtohet apo po na zvoglohet për çdo ditë. E vërtet. Arbër, u kënaqëm të bëjmë muhabet, a? Apo a je mirë apo nije mirë? Kështu që podcastet duhet me qenë kryesisht tema të lira. E vërtet. E kjo është ajo që podcastin e bën të mirë sepse unë dëgjoj podcasti shumë, ndërsa podcastet ndryshme e kënaqësi përves. Kjo tema arkitekturës, planifikimit urban, qyteteve tona, prime është temë qatë shumë ka me fol, me diskutu, që mujna me met gjatë ditë, gjatë natë me fol. E vërtet është. E di që edhe përgatitja e jotja jam e përbashkët, kemi kalu shumë sene dhe hiq me s'me pas kry shkollë, veç me hec me kalu në për qëto kena mësu shumë sene. Një mesazh për arkitektë e rinj, për shembull në Kosovë, cili kish më konë ai mesazhi yt për arkitektët e rinj, ose ata që sapo e kanë fillu profesionin si arkitekt, sepse është një farë profesioni arkitektit këgjo u cilësu, sidomos edhe në ato periudat, nda kur kemi studiu si një profesion i privilegjum, apo në raport me profesionet të tjera, kryesisht njerëzit që i kanë pas edhe kushtet më të mira, rrethonat më të mira, vedin pak më të lartë, kanë studiu arkitekturën, sepse edhe s'ka qenë edhe i lirë si profesion. Studimet me kryes, u dashur me pas jo rapitografa, jo shpenzime ma shumë për në atë kohë, apo po, mos ta zgjeroj ma shumë. Tash mo kushtet janë, rrethonat janë të mira, kompjutera, servera, alamet literaturë, ka do që shkon. Cili kish më konë për shembull për arkitektat e ri, një mesazh mbos përvojës tonë. Profesioni jonë është profesion shumë fisnik. Është profesion mos them dër ma fisnik, sepse unë konsideroj që janë disa profesione fisnike, doktori, mjekësia, arkitektura po ashtu, pjesa e juridikut, e ekonomikut, domethënë janë disa profesione që i konsideroj shumë profesione fisnike, e në mesin e tyre është arkitektura. Sot ne e thash kemi një krizë të vogël të identitetit. Në anën tjetër, për shkak se rinia po lakmon perëndimin, po e lakmon perëndimin me dal jashtë, me pa jashtë. Dhe pastaj në Kosovë po zhvillohen apo po bëhen disa projekte që edhe ne po i kritikojmë. Pra cili është ai mesazh? Sa kanë ata energjinë këtë moshë
unë e di shumë mirë kur i marr djemt e vajza të reja në zyre, janë të papam, kanë energji të papame, kemi talenta shumë të naj. Kështu që ata nuk duhet me u dorëzu. Unë ja u jap ndonjëherë edhe ndonjë kritik atynve ose disa shokëve tonë që janë profesora, ju them si ka mundësi që në universitetet kosovare nuk ligjerohet për arhitekt shqiptar kosovar. S'po them vetëm kosovar, por shqiptar dhe pastaj kosovar. Bravo, nuk ligjerohet për asnjënin prej neve, për punë tona. E pastaj normal që ata djemë me vajza të reja, kur dalin, thojnë po pse s'na kanë thonë, na i pam këto, e kemi pa këto, e kemi pa ato. Kështu që mesazhi po shef po zgjerohet, është mesazh sa i gjon, po fokusona me një temë, mos me u dorëzu. Mos me u dorëzu, me përfundu fakultetin, me punu me dinjitet, sepse edhe këtu ka çka me kontribu, edhe këtu ka ku me u arrit. E di që ata synin e kanë, atë kur të thonë ku me ditë me dal jashtë, bëhet kjo, bëhet ajo, po jo. Këtu ka shumë, këtu mundet më dhonë shumë. Kështu që, po them, mos me u dorëzu, me mbajt atë energjinë që po e kanë në fillim, edhe me i shty përpara me qenë sa ma unik, sa ma original, edhe me u mundu, sepse ti kur je i ri, kur shkon me punu diku, je punëtor, edhe ke një shef. Është mirë mi të regu shefit që ata din diçka. Sepse ka brumë të mirë, të të na. Edhe një sen po më intereson, që e kemi diskutu edhe me shok edhe. Na kur e kemi kry fakultetin, nuk na kanë mësu qysh me kapitalizu djenin tone, qysh me bo biznes. Tash, fakultetet, edhe në fakultetin e arkitekturës, nuk për edhe në këto private, që kom pa studentë, se na vinë këtu studentat që punojnë në zyre tona, po nduket që fakultetet tona nuk i përgatitin mirë për treg, nuk i përgatitin mirë studentat qysh me kapitalizu atë njohuri për nesër me qenë ekonomikisht më të pavarur, më zhvillu, me bo biznes, sepse tek e fundit edhe arkitektura, përveç se është shqipërmarrje dhe biznes, patjetër që po duhet me ditë me udhëheq. A këshe rekomandu që në fakultetet tona, në institucionet tona edukative, më futë edhe pjesa si me kapitalizu njohurinë e vetë studentat. Po shumë e domosdoshme, Farush, patjetër është domosdoshme. Tash kur e përmende këtë temë më kujtu, besoj po të kujtohet, edhe ja vlen me përmend, se thash mbi në mend, pastaj disa emra, Vllaznim Vukshi. Se dhe jam anë me Vllaznim. Atë kujtohet kur na i thëket unë asistent ka qenë. Asistent. Atë shku në Amerikë më. Atë kujtohet unë atë muhabet që bëjshim me to, qoftë edhe në ligjerat, qoftë edhe në atë kohën e lirë që kur vike ose kur shkoj ke kur se harroj, sepse i përmend ke disa gjana pikërisht që ndërlidhen me këto sot. Mos u dorëzoni, duheni me mendu ndryshe. Ka qenë edhe një asistent tjetër që i ujit edhe i kanalizimit që po më del prej mendja emri i tij. Instalimeve, edhe ai na folke për biznes që kur delni nuk o kështu. Mandej ky asistenti, ikin prej ky që ka qenë te Dervishi, ky vdishin djerja në pandemi. Bujar, mos ka qenë edhe ai Bujar, apo Bujar Bajqinovci, profa, asistent ka qenë jashtëzakonshëm. Ata kanë fol pikërisht për këto sene që po thu tash, që do thotë arkitektura nuk është vetëm vizatu, është edhe një farë biznesi, ki me ditë dush kur te kryen, dush me ditë. Sonë një se po ndërprej një shumë, ti e din kemi pas edhe kolegë kapacitet kanë qenë. Vetonorana. Edhe kolegë që kanë qenë kapacitet si student. Po në treg, në market nuk janë gjindë shumë. Disa. Po shumë. Ma janë konë kapacitet. Shumë e vërtet. Punimet e tyne kanë shkëlqy. Po, shefe, kjo puna që po e thunë nuk janë gjetë mirë në treg, unë po marrë shkas edhe prej teje, sepse edhe ti ke zyre projektuese dhe e din që nuk është letë me majtë zyre projektuese. Janë disa sfida për me pas zyren. Janë disa procese që dush me menaxhu. Kur të prezantova, thash një njeri që u ngrit vetë në forcat veta për ty, se paka shumë rrugtimin e njëjtë e kemë. Po dy të ardhur. Për atë e vlerësoj shumë, se për një me pa e njoft i kërkan kjo artu, në Prishtinë me një qantë, në Krave, një banes me qëra, dhe tash ka arrit me lanë gjurmë arkitektonike, dhe me pas një emën të respektu komunitetin tonë. Shumë e vërtet. Falenderes që po i përmend këto sene, po ti e din që këtu janë bu me mund dhe me njerëz. Pikërisht, kjo është arsyeja që pata dëshirë ti me qenë ardhur ai mysafiri jem i parë i podcastit tonë, për me transmetu që energjinë e mirë,
sfidat, që kemi kalu, Knatësia është e projektet e tua nashta krejt nuk jam përmend, po disa prej tyne, po kemi me pas raste. Patjetër që po. Kështu që edhe përmes video i inkurajoj gjithë me subscribe kanalin tanë, në Instagram. Kam një qashtë, Instagram e Facebook e. Arbër Shala. Keni mundësi aty me pa lloj video të bukura Arbëri që i lanson, video vedisuse, sidomos për arkitekteri, inxhinierteri e të tjera. Nëse ki diçka për fund Arbër, e kishmi përmbyll, mendoj që tash i diskutum disa gjana, nëse ki naj koment për fund? Jo, une du me përmbyll me qëndrueshmëri. Kjo është shumë rëndësi, qoftë edhe për mu personalisht, po edhe për emisionin tonë. Duhet shumica e kolegëve tonë, posaçërisht edhe klientëve tonë, edhe kolegëve studentëve dje me vajza të reja me kuptu mirë çka është qëndrueshmëria. Mos me lënë vetëm si një term, është i qëndrueshëm, si qëndrueshëm është edhe një objekt kur që qetë dikun, po nuk ka të bëja jo me qëndrueshmërinë e përgjithshme. Falenderoj shumë që më ke ftu, kënaqësi ka qenë me qenë këtu me ty. Faleminderit shumë për kohën tonë, edhe për gjitha këto opinionet që i ndajte me neve edhe ata që na përcjellin në këtë podcast. Kështu që faleminderit shumë jush mysafir, shok, miq që na keni përcjell. Ju ftoj që ta bani subscribe kanalin tonë, ta ndjekni, sepse në vazhdimsi kemi me pas mysafir të rangu të tillë që kanë me nda me neve eksperienca të ndryshme shumë interesante nga përvoja e tyre profesionale. Na jepni edhe ide për mysafir të ardhshëm, jeni të mirëseardhën, i mirëpresim. Faleminderit shumë.